أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله Allahun e falendojmë, salavat e selamet pejgamberit alayhi salatu wassalam e dërgojmë. Të nderuar vëllezër, selam aleikum. Allahu ju nderoft për pjesëmarrjen të gjithë juve. Në veçanti e falenderoj organizatorët në krye me Hoxhën Hasan. Lutë Allahun xhel që t'ju shpërblet gjithëve për mundin e juaj që e keni bë. Po shpresojmë te Zoti azza wa xhel që çdo hap e çdo sakrificë që secili për juve ka bë, t'ju shpërblej Allahu me të mirat e tij. Normal që ato që do ta them unë e keni ndëgjuar ndoshta edhe më mirë e më bukur prej hoxhallarëve tjerë se sa prej meje, por nuk është gjithmonë me thonë besimtarit diçka të veçantë ose të re, sa është me përkujtu vetveten. Prandaj sahabët e pejgamberit alayhi salatu wassalam kanë pas qef nga Rasulullahi alayhi salatu wassalam me marrë shpesh derse. Bile Abdullah ibn Mas'udi, njëri prej 5 dietarëve të sahabëve, kur ka vdek Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam i kanë thonë na moj ma shpesh derse, ai ka kesh. Ka thonë jo ballë që ka se më moj shpesh zvini hiç. Ka thonë edhe pejgamberi alayhi salatu wassalam neve na moj ke marrall e ma përmall. Ju në këtë Ramazan elhamdulillah keni ngu shumë derse. Po apet jam i kënaqur me numrin e juaj që keni ardhur, sepse zakonisht kur bëhen tepër, pastaj edhe fillon njeriu sikur me u bë pak bajat, se është e natyrshme që njeriu kur ka diçka shumë edhe i ulet vlera ose nuk ja di sa duhet vlerën, por ky numër i juaj është i kënaqshëm. Në këtë fshat tuajin, hoxh, po drejtohem ty, edhe juve vendas të këtij fshati, është bën një traditë bajego e mirë, që lusë Allahun xhel që ta vazhdoni këtë traditë, që ndoshta jeni prej fshatrave të vetëm që e bëni këtë organizim, edhe pse ndjehem i obliguar para Allahut xhaleshanu me thonë atë që është mirë që nëse mundeni, bëjeni ose 10 netëshin e fundit çdo natë, hoxh, ose bile spaku në netët tek 21, 23, 25, e di që është lodhje, po në format më të vogël, nuk është patjetër, për arsye se na dim që nata kadrit mund të jetë në natën e 27, por neve nuk guxojmë me garantu që është në natën e 27. Pastaj ju këshilloj që angazhimin që keni sot është mirë viteve tjera me pas prej natës 21 deri në fund Ramazanit, sepse është, po tham, ju kërkoj falje se kam marrë këtu me këshillu veten pastaj edhe juve, nuk është shumë e hishme ajo që po i thojmë na xhamatit aman bani sabër. Aman bani sabër se për fat keq ka xhamate të cilët i ndjekin xhamiat ku falen më shpejt. Ja, po shka në Ramazani. Çka po na mbetet neve? Po na mbetet vetëm ajo që me thonë pishmanluku, se shfrytëzova sa duhet. Shkoj. Subhanallah. Kur vjen 10 netësh i fundit, sidomos 27-a, thënë unë po besoj edhe ju la ilaha illallah Allah. Tash pe vërtetoj fjalën tonë që ka thonë ejame ma'dudat, janë ditë të numruara. Shkun. Që ky Ramazan më nuk kthehet. Prandaj nuk është shumë e hishme. 25-6 net, na mos mi fal taravijat tamam, ose mi këshir hoxhallar që falen më shpejt. Kurse kur vjen një natë që siç është stonte, na më mbledh domethënë më këshir më fal të natën, sepse është parimisht në kundërshtim me urtësinë e natës kadrit. Nuk e kam me prish këtë atmosferë, e kam për me engjall hala më bukur me vë. Sepse Allahu xhaleshanu prej urtësive të veta e kalon që mos me u dit sigurt nata kadrit. Për çka? Që ummeti Muhamedit alayhi salatu wasalam mos më bë demela. Por 10 ditë e fundit me dhon aktivitet maksimal, mos mu dërzu. Tash e paramendon një xhamat që unë kur e fali natën e parë taravin, e kam xhamin plot. Natën e dytë jetë gjysa xhamis, natën e tretë 2 safa 3. Kjo mu mjep me kuptu që unë mos më majt shumë i mytë të që xhamat. Sepse nesër me ndodh diçka ma e ronë, unë nuk i kam mrapa vetës qatë xhamat.
Veç se avonoj 10 minuta ma shumë se sa në xhamit normale. Pra neve të prekim aty ku e kemi plagën, që ta shërojmë. Të dashur vëllezër, Allahu xhaleshanu në natën e Kadrit, fillimisht e ka dërgu pejgamberit alayhis salatu wasalam, e ka ditë. Resulullah sallallahu alaihi wasallam në xhaminë e tij, sikurse kjo xhamia, e ka pas shtëpinë këtu. Te çka dera këtu, çka dritare o kanë derë. Edhe ka dalë pejgamberi alayhis salatu wasalam në shtëpinë e tij, edhe disa prej sahabëve i kanë ngrit zanat njëri me tjetrin. I kanë ngrit zanat. Ka dalë Resulullah sallallahu alaihi wasallam edhe ju ka thonë: "O burra, e ngritët zërin njëri me tjetrin. Allahu përmes Xhibrilit alayhis salam ma pru informatën kur është nata e Kadrit sakt. Por për shkak të kacafytjes tuaj, Zoti e ngriti këtë mirësi. Prandaj lypeni në netët tek 10 netët tek të fundit të këtij muaji." Këtu i shohim një dobi që është mesazh për kretë juve të dashur vëllezër, sidomos rinin, djemë të ri, ata të cilët ja kanë nisë mu falë. Keni kujdes në xhami, mos e ngritni zanin, mos u përçani, mos u përlani, mos u idhnani, mos u kacafytni, mos e urreni njëri tjetrin, jeni vllazën. Nuk ka dobi me një xhami, nuk ka dobi me një xhamat, nuk ka dobi një dije, e cila shoqërohet me urrejtje, me kacafytje. Prandaj Allahu xhaleshanu para se me përmend çdo sen te pejgambert e tij e ka përmend devotshmërinë, u yuzakkihim, mi bë devotshëm. Kështu që kur vim në xhami, xhamia duhet me na largu urrejtjen. Në momentin që largohet urrejtja ka bereqet në mesin e xhamatit. Edhe kështu Zoti e jep bereqetin e dijes me një xhamat ku ata kanë mirëkuptim, ku e kanë tutën e Zotit. Kjo është urtësia e parë që përfitojmë nga ngritja e natës Kadrit, ngritja e informacionit për natën e Kadrit. E dyta, ulemat kanë thonë që neve mos më na lanë me u bon dembel edhe me prit vetëm hajde një natë për falme 29 të tjera, normal, kur i bjerë 30, se kërë i bjerë Ramazani 29, sikur se njani që më pyti ishte Ramazani pari ati si vjetë, tha o gjë, qka u bon ta si vjetë, kur tha se konë Ramazani 29 ditë? Cë në Ramazani e të agjeru, tha të parin. Elhamdulillah. Prandaj, 29 ose 30, s'ka lidhje sa është, e rëndësishme na mos mu fokusu vetëm në ibadet të një nate. Shumë i dhanëzër, a dini pse? Sepse më i dashuri Allahut, mësuesi i njerëzimit, mëshira e gjithësisë, alayhi salatu wassalam, tër jetën është fal aq shumë sa transmeton Aisha radhiyallahu anha nga dhimbja për bashortin e saj, për Resulullahin sallallahu alaihi wasallam, ka shkuar dhe i ka thonë: "Ja Rasulullah, po një dhimbje ka dalë se tu kanë oj komët prej qëndrimit në kom." Të dashur vëllezër, një person të cilit Allahu xhaleshanu ja ka falë mëkatet, ma taqaddama minha, çka i ka bën të kaluamën dhe ato që ka mundësi t'i bëjnë, nëse do të bënte, po falet çaq shumë sa transmetimi për përmend se pejgamberi alayhi salatu wasalam i ka lexuar surët e para deri faqe 128 me një recat. Edhe po thot: "O Aisha, a mos t'jem rob falendërues ndaj Allahut?" Është e turpshme. Subhanallah. Fillimisht për munën, se cili pastaj për vetë le ta përmend, që neve pastaj me u lodh vetëm në Ramazan. Me thonë 30 ditë. Kujtoje më të mirën e njerëzimit. E di që nuk është obligim taravia. E di që nuk është borxh namazi natës. Në rregull jemi deri këtu. Ne jemi të folë ajo çka është më e mira. Sepse të marr shembull nga Resulullahi alayhi salatu wasalam, Zoti ka thënë në Kur'an: "E ju shembullin më të mirë e keni në pejgamberin sallallahu alaihi wasallam." Prandaj, nëse don dikush me pas një shembulltur të sigurt që kush e njeh ata, nuk ka mundësi me deviju. Personi i cili ka bë balans mes çdo sani, qyre në çdo pore ose drejtim tjetës, i vetmi person që nuk ka gabuar askund, as karshi shtetit, as karshi pushtetit, as karshi ushtrisë, as karshi jetimit, bashortës, të varfrit, pasonikut, armikut, mikut, etj. Është Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Prandaj, absolut nuk duhesh me kalu të një shembull tjetër të e pas pejgamberin sallallahu alaihi wasallam.
E nata e Kadrit e ka një prej këtyne sebepeve pse Zoti ka mshef që na 10 netët e fundit, por me rahmetin e Zotit Allahu e kalon që bile në netët tek. Ju e dini, është përmend nga hoxhallarët se Zoti Azza wa Jall apo më falni pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka përmend 3 shpërblime përveç shpërblimit madh. Shpërblimi i madh është që askush nuk e di was-sawmu li wa ana jazi bih. Zoti ka thënë agjërimi është për mua dhe unë shpërblej për ta. Shpërblimin e madh, kryesorin të agjërimit nuk e di kërkush. Por do shpërblimet vogla, unë po them sikurse ajo gjella që është surprizë, ama para gjellës qesin do supa, do sane, do sallata. Pejgamberi alayhi salatu wasalam i ka përmend çdo supa dhe sallata të Ramazanit. Shpërblimet e vogla. Ai madhe është për ditë kiametit. Shpërblimi i madh. Ka thënë Resulullah sallallahu alaihi wasallam, kush agjeron muajin e Ramazanit me iman dhe synim të shpërblimit të Zotit, kanë më fal mëkatet që i ka bën kalumen. Kush agjeron. Pastaj ma agjeru është dhëtor, dëmëtor. E ka letu pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thonë men qama Ramadan, kush qohet më fal në Ramazan, imanen wa ihtisaban, me iman dhe pritje shpërblimet, do t'i falen mëkatet e kaluara. E ka zvogëluar shpërblimin. E ka zvogëluar mundin, fal. Shpërblimi i njëjtë, s'po mundesh ma agjeru për x arsye, ki arsye. Kalon atër spaku falu. Falë namazin e teravis. Edhe këto s'ka mujt, ka shku të e zvoglu punën, mundin, ama shpërblimi është i njëjtë. Që ka thonë, kush ngritet natën e Kadrit, me iman, ngritet më falë, me iman, edhe pritjet shpërblimit, Allah ja falë mëkatet e kaluara. S'ke mujt ma agjeru krejt, ki arsye në rregull jemi. S'ke mujt më falë çdo natë, ki arsye në rregull jemi. Bile natën e Kadrit. A du të garantojmë që është nata 27? Jo. Sepse kjo është në kundërshtim me parimet e argumentet e sakta. A aludojmë që mundësia më e madhe për me qenë në natën e 27? Po, aludojmë. Po, aludojmë. Ka transmetime të cilat janë të dobta, nuk janë shumë të sakta, që nata Kadrit lëviz, ndodh 21-ën një vjet më konë, vitin tjetër më konë 27-ën, vitin tjetër 23-ën, lëviz. Por më rëna që këtyne lëvizjeve mas shumëti, mund të jetë në natën e 27. Po ashtu sa për dobi, i kam përmenë edhe në një ders tjetër, ulemat i kam përmenë sa për dobi, atë radhitjen numerike të sureve edhe të ajeteve, e kam përmenë se fjala Lejletul Qadr, nata Kadrit, në shkronja arabe i ka 9 shkronja. Lejletul Qadr, 9 shkronja. Dhe në një surë Allahu Azza wa Jalla ka përmenë të plot, që edhe në surët El-Qadr, inna anzalnahu fi lejletul Qadr, wa ma adraka ma lejletul Qadr, lejletul Qadr. 3 herë fjallën lejletul Qadr ka përmenë, 3 herë, amnin Qadr, në këtë surë që ka amnin lejletul Qadr. 9 shkronja i ka fjallën lejletul Qadr, 3 herë përmendë është fjalla Qadr në këtë surë, kanë thonë ulemat 9 herë 3, 27. Që më dha mundësia për me, se Zoti dinë një sen, në Koran as një pik, as një prerë se nuk është rastësisht. Nuk është rastësisht. Nuk është rastësisht. Allahu Gjellëshanu, në një prej surave të Koranit, kër ka përmend robët e betejës Bedrit, të cilët kanë qenë 70, i ka përmend njëjtën sure të ajeti numër 70. S'ka të Zoti rastësi. Allahu Gjellëshanu është i gjithdijshëm dhe kjo është një det i pafund, që ti, kur ti ndëgjën këtë sane, Zoti si i ka rendit këtë din, ka është bukur edhe të mirë, ti dush mira Allahut në sejdë që Allah ta ka mundësu më konë musliman me rahmetin e ti, pasha Zotin nuk është me fuqin as dijen tonë. Se ka njerëz të cilët kanë më shumë diploma se ti, por i binë sejdë dikuj tjetër pas krijuesit tonë edhe atij të vetmit i cili meriton adhurimin. Të dashur vëllezër, nata Kadrit është një nimet, një mirësi që Allahu subhanahu wa taala ja ka dhënë veç këtij umeti. Ju e dini se umetet e kaluara kanë jetuar me qindra vite. Transmetohet në një transmetim historik, që nuk kushtohet zinxhiri më koni sakt, por ka lehtësime se një nanë në kohën e Nuhit alayhis salam po qëndronte mbi varrin e djalit të saj të vdekur. Edhe po çante, po i dhim se i djali vet.
Shkoj Nuhi a.s. dhe po e takon, edhe po jep gajrat, oj non, mos qaj, tha se, hajr, inshallah gjanë gjenet. Tha po bre, pejgamberi Zotit tha, por djali më vdiq tha i ri. Sa vjeti ka pas tha 300. La ilaha illallah. Nuhi a.s. po do tash me e zbut gjendin e kësaj nane, tha oj non, mos u mërzit tha se ka marrë një zaman ku një ummet i fundit ka metu jetën mesatare që dine 60 deri në 70 vjet. Ajo e habitur tha, tha sigur të kisha jetu në qatë zaman, që ato 60 vjet i kisha kalu në sejde. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ja Rab, na falë për mangësit që i kemi. Ja Rab, pash madhin tonë me rahmetin tonë na ka flasë kuku për neve. Me burnim tonë, Allah mos na boft hor, mos na kurit Zoti. Wallahi l'adhim, është e turpshme kjo jetë që na ka dhënë Zoti, edhe për kundër kësaj, lind pyetja na 60 vjet po jetojmë 70 mesatarja. A thu do të arrim Nuhin a.s. i cili ka jetu mbi 1000 vjet me sevape. Po Zoti ta kalon ekstra ty një natë, që nuk e ka pas atë natë kërkush. Agjërimin e kanë pas. Kutibe aleikum siyam, ju është bë obligim agjërimi si që ishte obligim për ummetet para jush. Agjërimi ka qenë obligim, por dysani nuk kanë qenë tjera në çdo ibadet. E para, nuk është shpërbly asnjë ibadet të ummetet tjera 10 fish. Është shpërbly një fish. E keqja një fish, ibadetin një fish. Të ummeti Muhamedit a.s. mas paku që shpërblyet është 10 fish. Grada mesatare 700 fish, edhe grada më e lartë pa kufi. Edhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kjo është mirësi e Zotit kujt dani ja jep. Pa kufi këta. Kjo është e para të gjitha ibadetet. Edhe e dyta është veç të Ramazani. Ajo është nata e Kadrit. Është nata e Kadrit që Zoti xhaleshano e ka nderuar këtë ummet me natën e Kadrit, e cila ka shumë veçori. Njëna prej tyre është nata në të cilën ka zbrit Kurani prej qiellit apo prej Allahut subhanahu wa taala deri tek Gjibrili alayhis salam. Pastaj në këtë natë përcaktohen kaderi një vjet. Po ashtu kjo natë vlen më shumë se sa 1000 muaj. Më sakta, ashtu siç e dini edhe ju kanë përmendur hoxhallarët dhe na kemi obligim me përmend dhe me rikujtu, pra nuk vlen sa 1000 muaj, por më shumë se 1000 muaj. Vetëm Allahu e di sa. Përmendet se në atë kohë nuk ka pas numër më të madh se sa 1000. Prandaj edhe në kohën e Imam Ahmedit, i cili ka vdek diku në vitet 200 e ca Hijri, kur e kanë pyetur sa hadithe i din, ai ka thonë 1000 në 1000. 1000 në 1000. Se numri 1000 ka qenë më i madh, që i ka rënë 1000 herë 1000, 1 milion. Imam Ahmedi ka ditë 1 milion hadithe. Po do me të dalë me këta që numri 1000 ka qenë numri më i madh. Prandaj Allahu ka përmend më shumë se 1000. Kush e di? Kërkush, vetë Zoti. Allahu xhaleshanu këtij ummeti ka dhënë shumë mirësi. E ka lënë ummetin e fundit në këtë dunja, që pastaj me u ringjall ummeti i parë, sikurse shtëpia që ndërtohet prej themelit, vazhdon deri te kulmi. Nëse duhet më prishet prej te kulmi, ka themeli. Kështu ummetet Ademi alayhis salam ka qenë i pari, i fundit është ummeti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj ringjallja i pari ummet që ka më ringjall dhe me dalë në gjykim para Allahut është ummeti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam për të vazhduar deri te i fundit Ademi. Edhe kjo është një mirësi tjetër që Allahu në varre, në jetën e Barzahut, me ilon sa më pak ummetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, me sa më shpejt në xhenet. Kretë këto janë mirësi të Zotit subhanahu wa taala dhe librin e ton, edhe fen apo ligjin, shariatin ton e kalon të fundit. Që mos me pas mas kësaj libër tjetër që më u deviju Kur'ani. E kjo natë transmetohet në disa transmetime që nuk ka zinxhir të saktë të transmetimit, se Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja ka përmend sahabëve një burr nga Banu Israilit i cili ka qenë ibadetxhi, edhe pas ka vendosur 1000 muaj me shku edhe me bëj xhihad në rrugt të Allahut subhanahu wa taala në kohën e vet.
Kur e ka përmend pejgamberi alayhi salatu wasalam kët, sahabët ja kanë marrë lakmi. Ja kanë marrë lakmi edhe thash nuk ka zinxhir të saktë transmetimit kjo ngjarje, por është përmendur për disa tefsire. Atëherë Allahu xhalla shanuhu këty metin nuk ka sen që Allahu i ka thonë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam çaq komë të dhon të mira, çaq komë ta kënaqë metin tan deri kur qetësohet loçka zemrës tone. Deri kur qetësohet zemra jote me të mirat që kam ia dhënë metit tan, ti deri të kënaqesh shumë veç komë të dhon të mira. Zoti tha, e keni një natë që nëse shfrytëzoni me ibadete, ajo natë është më e vlefshme se limi muj. Të dashur vëllezër, pash Zotin mundoni me shfrytëzu. Me pendim, me kërkim falje, me sadak, me namaz, me dua. Mu vjen marrë pi vetës teme për shkak të mangësive që unë i kam. Nuk du t'ju përmendi se cilë le të analizon vetën e vetë. Por për vetë sante mundoni që edhe natën e 29 me shfrytëzu me adhurime sa të mundene. Nuk du të flasë ma shumë për vlerën se ndoshtë edhe kohën e kemi. Për vlerën e kësaj nate, përveç është e pahishme neve me gjithë të mira që për ne jep Zoti edhe më u demelavë. Paramendoje, kretë për juve keni ka një profesion. Kur vjen sezona se cilët për profesioneve t'juja, pashalojnë ka njerëz të cilët rrinë në pazar të shit, lakna, ku e diçka deri në sabah. Është e pahishme një biznismen që të funim ram halal e ka atë punë, por ja di ma shumë vlerën biznesit vetë edhe sezonës vetë se besimtari sezonës vetë. Është e pahishme një musliman që e di çfarë e pret të Zoti nga shpërblimet, ma e vlefshme se nimi muj, me dhon Allahu Gjeleshanu ty bereqet, me shit në treg, edhe me fitu për një dit, sa fitojnë të tjerë nimi muj, 84-5 vjetë, me mujtë të hanës, hijri. Cili prej neve kish me najtë, kish me fjetë qatë natë? Cili prej neve? Me fitu sa 80 sa vjetë. Atër nëse dikush në biznesin e dunjas është aq i kujdesshëm, pse neve të mos jemi të kujdesshëm në biznesin e ahiretit? Biznesin që Allahu Gjeleshanu të ka dhënë me të ka qitë përpara në sofër, merre bujrëm. Pastaj muslimani si që thot Ibn Qayyimi, çuditë më një besimtar i cili e lyp xhenetin edhe flan. Edhe çuditë më një besimtar që ruhet pi xhehenamit edhe ka vakt me fjetë. Është e turpshme. A pëdan xhenetin, çu shki vakt me fjetë? A din që xheneti nuk është i lirë? Nuk mundesh me ble lirë, sa të nuk blehet me pare. Edhe pëdan me shpëtu prej zjarit, ki vakt me fjetë? Ki vakt me fjetë? Po të zë gjumi në këto ditë më të mira të vitit, që Allahu alem, Zoti e di, a mund të apresin vitin tjetër apo jo? Prej besimtarë më gafil, më të përgjumur, është ai i cili e ka garantu vetën e vetë se ka me jetu deri në matë në Ramazan. Prej mashtrimeve më të mëdha të shejtanit është me besu, edhe mi dhon vetit garanci se ki me jetu deri në matë. Allahu Gjeleshane ka përmend në Kur'an se Zoti kur ja merr njerit, kur e qet në gjumë, ja merr gjysën e shpirtit, e nxjerr shpirtin, i thot disa melaçeve, filanit mos e ktheni, e filanit ktheheni. Ku me ditë cili prej neve bjen me fjetë, edhe ma nuk i kthehet shpirtin trup. Prandaj, për hir të Allahut Azza wa Jall, ju këshilloj në malvetën mas pari pastaj juve, që të mos dorëzohemi dhe t'i kallëzojmë praktikisht vetës tonë, pastaj me lekve, pastaj ta vërtetojmë edhe pse Zoti na njeh, ta vërtetojmë me praktik para Allahut Azza wa Jall se jemi besimtarë të denj, të cilët jemi duke vazhduar këtë umet, siç kanë vazhduar të parët tanë, gjenerat pas gjenerate, dhe këtë din, me ibadet edhe me dije, edhe me përkushtim, do ta përcjellim edhe te gjeneratat mas neve, asasi nuk do të jemi gjenerata ku ka mu kput zinxhiri i këtij umeti në këtë popull. E kjo arrihet me punë, kjo arrihet me sakrificë, duke qitë dinin e Allahut para vetës tonë, duke qitë përkushtimin ndaj dinit para interesave personale. Të nderuar vëllezër, Allah e Allah. Allahun ja ula amanet. Aman mos u likshtoni, aman mos u dobësoni, aman mos u dorëzoni, aman binin sejdë Allahut Azza wa Jalla dhe çani
për mangësitë të cilat i kemi, sepse Allahu na ka lënë mbi supet tona këtë dinë. Allah na forcoft, Allah na bekoft, Allah ja pranoft juve dhe neve gjithve këto dua, ibadete dhe lut Allahun për fund që t'ju shpërblet gjithve për këtë pjesëmarrje, t'u afal mëkatet, t'ja pranoj duat, o Zot, qëju selam edhe të vdekurve tanë në varret e tyre në këtë natë të bekuar, duke u bërë nur varret e tyre, duke i ngrit shpirtat e tyre dhe i bashkon me pejgambert, me dietarët, me shahidat edhe burrat e mirë, i vetmi i te o Zot që kemi myt se i pranon lutjet tona dhe cilit i drejtohemi. Amin, amin, amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allah e shpërblet.